Mbrëm rreth orës 2:30 në rrugën Ilinden në Gostivar një veturë tipit BMW me targa të Tetovës e drejtuar nga 31 vjeçari Foan nga fshati Siniqani komunës së Tetovës me siguri për shkak të shpejtësisë së papërshtatshme ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe më pas ka goditur një shtyllë metalike të ndriçimit publik pronë vetë qeverisjes lokale në komunën e Gostivarit. Nga ky aksident nuk ka të lënduar përderisa dëmi material në tërësi vlerësohet të jetë diku rreth 100.000 denar. Është kryer hetim në vendngjarje dhe po vërtetohen shkaqe dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në fjalë. Në autostradën Tetov-Gostivar në afërsi të daljes për në fshatin Zherovjan, dje rreth orës 8 një veturë tipit Mercedes me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 30 vjeçari KZ nga fshati Gjepqisht, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Në këtë aksident drejtuesi i automjetit Mercedes A ka marrë lëndime të rënda trupore, ku pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës është lëshuar për mjekim shtëpiak. Si shkak për daljen e automjetit nga rruga sipas hetimeve që janë kryer është mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës në fjalë. Dje pasdite rreth orës 16:30 në udhkryqin e rrugëve Vidoja Smilevski Bato dhe 29 nëntori në Tetov, një veturë tipit Shkoda Rapid me targa të Shkupit e drejtuar nga 50 vjeçari E9 nga Reqica e Madhe, ka goditur 34 vjeçarin Këmsore IG. Nga goditja këmsorja ka marrë lëndime të lehta trupore ku menjëherë është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është mbajtur për mjekim të më tutjeshëm. Gjysmore më vonë në rrugën Marshall Tito në Tetov, një veturë tipit BMW me targa të Tetovës e drejtuar nga 29 vjeçari Fëzon nga Shipkovica ka goditur 17 vjeçarin Leon nga fshati Miletin. Pas ndihmës së marrë në Spitalin Klinik të Tetovës është lëshuar në shtëpi për mjekim shtëpiak, njofton policia e Tetovës.